Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se ka nisur premtimi fletëve të votimit, e cila do të bëhet nga një kompani slovene. Fleta e votimit pritet të jetë gati mes datave 7 dhe 8 prill, ndërsa rreth datave 15-18 prill nis edhe shpërndarja e tyre drejt diasporës. Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër edhe në vitin 2024 ka vijuar përpjekjet për dhënien e drejtësisë nëpërmjet vendimeve të saj. Gjatë një analize vjetore me pjesëmarrjen edhe të kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, zotit Ili Rusi, u vure se aktiviteti gjyqësorit është karakterizuar nga një përmirësim i ndjeshëm. Në reduktimin e çështjeve të prapambetura në total janë shqyrtuar 3434 çështje penale, kërkesa penale, administrative, civile dhe familjare. 2 prill shënon ditën botërore të çrregullimit të spektrit të autizmit. Në këtë ditë në qendrën terapeutike të fëmijëve, ku trajtohen 70 fëmijë, janë zhvilluar disa aktivitete ndërgjegjësuese. Në rubrikën Histori njerëzore do të sjellim sot historinë e mësueses gjuhës dhe letërsisë Fatbardha Shuaipa, e cila ka lënë gjurmë në komunitetin gjirokastrit. Pavarësisht të vështirësive të jetës, ajo i përkushtua me pasion mësimdhënies për dekada të tëra. Sot, edhe pse larg klasës, mbetet një figurë e dashur dhe një simbol i përkushtimit dhe vlerave të miqësisë sinqertë. Ju njohim tani më gjërësisht. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se ka nisur printimi fletëve të votimit, i cili do të bëhet nga një kompani slovene. Fleta e votimit pritet të jetë gati mes datave 7 dhe 8 prill, ndërsa rreth datës 15-18 prill nis edhe shpërndarja e tyre drejt diasporës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur prodhimin e fletëve të votimit për zgjedhësit që jetojnë jashtë vendit. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi tha se procesi do vijojë sipas planit. Kemi filluar me printimin e fletëve të votimit për jashtë vendit dhe besoj që midis datave 7 dhe 8 do t'i kemi këtu fletët e votimit për votimin nga jashtë. Mesi prillit pritet të jetë edhe afati kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të nisë drejt diasporës materialet zgjedhore për të bërë të mundur votën e tyre. Dhe midis datës 8, 9 dhe 10 do të fillojmë përgatitjen e zarfave dhe gjithë dokumentacionit tjetër i cili do të dërgohet votuesve jashtë vendit, duke shpresuar që gjithë ky proces të realizohet brenda datës 15. Fletët e votimit do të shpërndahen përmes shërbimit postar DHL, operatorët e të cilës do t'i dorëzojnë personalisht zarfin votuesve jashtë Shqipërisë. Do të duhet që operatori i shërbimit postar, dhe kjo është e panegocueshme, t'ia dorëzojë individit në dorë fletën e votimit. Janë 3 tentativa të cilat operatori i shërbimit postar do t'i bëjë në orë të ndryshme. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 245.935 votues nga diaspora janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhjet e 11 majit. Ata do të mund të ushtrojnë të drejtën e votës së tyre përpara kësaj date, ndërsa numërimi i votave do të bëhet në të njëjtën kohë me votat e zgjedhësve brenda Shqipërisë. Këshilli drejtues i Radio Televizionit Shqiptar vendosi të rihap garën për pozicionin vakant të drejtorit të përgjithshëm në RTS. Me 8 vota pro të gjithë anëtarëve prezent në mbledhje, u miratua edhe rregulloria për procedurën e garës. Këshilli kaloi edhe projekt buxhetin për vitin 2025. Me miratimin e rregullores së re për procedurën e përzgjedhjes së drejtorit të Radio Televizionit Publik Shqiptar, Këshilli drejtues vendosi këtë të martë hapjen e garës për vendin vakant. Me të gjithë votat e anëtarëve prezent, fillimisht Këshilli rrëzoi procedurën e hapur më 6 janar të garës, e cila ishte pezulluar me kërkesë të Komisionit Parlamentar të Medias. Kështu, Këshilli drejtues si hapi rrugën garës me procedurat që rinisin nga e para. Të miratoj sot hapjen e garës së konkurimit për drejtor të përgjithshëm të Radio Televizionit Publik Shqiptar. Të interesuarit do të kena fat nga nesër deri në datën 15 prill 2025 brenda orarit zyrtar për të dorëzuar dokumentacionin sipas kritereve të përcaktuara. Brenda këtij afati të interesuarit do të duhet të paraqesin pranë Radio Televizionit Shqiptar
Dokumentet e kërkuara sipas rregullores së procedurave të miratuara me unanimitet në këtë mbledhje dhe që mund të gjenden në faqen zyrtare të RTS-s dhe më pas në një mbledhje të dytë Këshilli Drejtues do t'i shqyrtojë ato. Antarët vlerësuan menaxhimin e deritanishëm në këtë periudhë tranzitore të institucionit nga drejtuesja në detyrë, zëvendës drejtoresha Aurora Polo. Një pikë tjetër e rëndësishme e mbledhjes ishte edhe miratimi i projekt buxhetit të Radio Televizionit Shqiptar për vitin 2025. Gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër edhe në vitin 2024 ka vijuar përpjekjet për dhënien e drejtësisë nëpërmjet vendimeve të saj. Gjatë një analize vjetore me pjesëmarrjen edhe të kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, zotit Ilir Rusi, u vëre se aktiviteti i gjyqësorit është karakterizuar nga një përmirësim i ndjeshëm në reduktimin e çështjeve të prapambetura. Në total janë shqyrtuar 3434 çështje penale, kërkesa penale administrative, civile dhe familjare. Gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër ka zhvilluar analizën vjetore të punës, duke raportuar mbi ngarkesat gjyqësore dhe ecurinë e çështjeve gjatë vitit të kaluar. Pavarësisht volumit të lartë të dosjeve, është arritur që të gjykohen mijëra çështje, ndërsa një numër i konsiderueshëm mbeten ende në proces. Statistika tregon një trend të qëndrueshëm të kriminalitetit në qark, me një përqindje të ulët të veprave penale të rënda. Në njoftimin për shtyp, ky institucion ka relatuar këto statistika. Në total janë shqyrtuar 3434 çështje penale, kërkesë penale administrative, civile dhe familjare. Nga këto, 1209 çështje janë të mbartura nga viti 2023. 2225 çështje janë regjistruar të reja në vitin 2024. Nga totali çështjeve për të shqyrtuar, ka përfunduar gjykimi në vitin 2024 për 2236 çështje, ndërsa 1198 çështje kanë mbetur të papërfunduara dhe janë mbartur për të gjykuar në vitin 2025. Nga çështjet e gjykuara të natyrës penale gjatë vitit 2024 janë dënuar në total 259 persona, përfshirë 10 persona të mitur në konflikt me ligjin. Shqetësues për vitin 2024 është rritja e numrit të rasteve të dhunës në familje, që ka rritje krahasuar me vitin 2023. Vërehet gjithashtu se viktimat e dhunës në familje ka një numër të konsiderueshëm rastesh të cilët kërkojnë urdhër mbrojtje, por jo ndjekje penale. Në kategorinë civile, ka përfunduar gjykimi në total për 715 çështje, nga të cilat çështje familjare me palë kundërshtare ka përfunduar gjykimi për 250 çështje. Çështje familjare pa palë kundërshtare ka përfunduar gjykimi për 25 çështje. Marrëdhënie pune ka përfunduar gjykimi për 30 çështje. Çështje civile të përgjithshme pa palë kundërshtare ka përfunduar gjykimi për 200 çështje. Çështje civile të përgjithshme me palë kundërshtare ka përfunduar gjykimi për 210 çështje. Gjatë vitit 2024, gjykata vlerëson bashkëpunimin me organet e prokurorisë, dhomës vendore të avokatisë, drejtorisë vendore të policisë, zyres postare Gjirokastër e tjerë. 2 prilli shënon ditën botërore të çrregullimit të spektrit të autizmit. Në këtë ditë në qendrën terapeutike të fëmijëve, ku trajtohen 70 fëmijë, janë zhvilluar disa aktivitete ndërgjegjësuese. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të autizmit, pranë qendrës terapeutike për fëmijët në Gjirokastër është zhvilluar një aktivitet sensibilizues, ku prindër, specialistë dhe fëmijë u bashkuan për të përcjellë mesazhin e pranimit dhe mbështetjes për fëmijët me çrregullime të spektrit autik. Është një ditë e rëndësishme për të rritur ndërgjegjësimin, ndaj dhe i bëjmë këto aktivitete këtu në qendër, që të themi që qëllimi i kësaj dite është tek promovimi i këtyre fëmijëve dhe në fund të themi që promovimi është të falim dashuri dhe ata ti kemi të pranueshëm midis nesh. Në qendrën tonë këto aktivitete zhvillohen pothuajse çdo vit, por nuk kemi aktivitet vetëm në datën 2, që është 2 prilli. E kemi gjithë muajin prill, e quajmë muajin e sensibilizimit. Pranë kësaj qendre marrin ndihmën e nevojshme rreth 70 fëmijë nga i gjithë qarku, të cilët ndjekin terapi të personalizuara
me qëllim përmirësimin e aftësive të tyre komunikative, sociale dhe të pavarësisë. Sot që flasim, neve kemi 70 fëmijë në qendër që marrin terapi ditore ditë për ditë. Qendra tonë ka një staf prej 14 vetash, në të cilën kemi 2 logopede, 2 psikologe dhe pjesën tjetër e kemi terapiste e zhvillimi. Një apel të rëndësishëm që do kisha unë për prindrit, ishte që nëse shikojnë diçka që nuk shkon tek fëmijët e tyre, të vinë pranë qendrës tonë, neve jemi këtu për të ndihmuar ata. Aktiviteti synoi të rizë ndërgjegjësimin mbi sfidat dhe nevojat e tyre, duke theksuar rëndësinë e përfshirjes sociale dhe trajtimit të specializuar. Por sa e vështirë dhe sfiduese është të rritësh një fëmijë me këtë spektër. Do të sjellim sot historinë frymëzuese të zonjës Elona Kida, e cila nuk u dorëzua asnjëherë, por kërkoi ndihmë. U informua dhe filloi terapi të specializuara për djalin që në moshën 2 vjeçare. Të jesh prind është një udhëtim i bukur, por kur fëmia yt ka nevoja të veçanta, ky udhëtim bëhet një betejë e përditshme. Sot do të njohim historinë e një nëne që ka zgjedhur të jetë edhe mbështetja më e madhe e djalit të saj autik. Elona Kida, nëna e Ergi Kidës, e kuptoi se diçka ishte ndryshe kur djali i saj ishte vetëm 2 vjeç. Në fillim mendoi se ishte thjesht një fazë, por me kalimin e muajve shqetësimi u rrit. Kur mori diagnozën e autizmit, djali ishte 2 vjeç. Në fillim kur e kemi kuptuar, domethënë u tronditëm se nuk dinim për këto probleme dhe po e morëm me kështu se po se ndihmuam neve ose këtu sa pranonin dhe ne, do që e vështirë për fëmijën. Dhe ai nuk të kthente kokën, nuk merrte komandat fare, erdhinte i struku në vetvete, nuk donte me shokët, me shoqjet. Pastaj duke çuar këtu në terapi, duke çuar në kopësht, më mirë. Është e vështirë në fakt se të përballoj, domethënë dhe në shtëpi, dhe në punë, dhe punë të shtëpisë të tëra, do shumë kujdes këtij lloj fëmije që do gjithkohës na mbrapa për ta mësuar, për ta orientuar si të bëj. Pavarësisht sfidës, ajo nuk u dorëzua, kërkoi ndihmë, u informua dhe filloi terapi të specializuara për djalin. Më mirë se ai të kthen kokën, është më i shoqërueshëm tani, më i dashur me fëmijët, më i afrueshëm. Po, dhe qendra këtu ka qenë shumë ndihmë e madhe dhe ne në shtëpi të gjithë si familje ndihmojmë shumë. Dhe shoqëria, domethënë dhe në kopësht, në shkollë, dhe fëmijët e afrojnë shumë, e ndihmojnë shumë dhe ai ndihet i kënaqur me veten, do që të shkojnë në shkollë. Elona ka një mesazh për prindrit. Gjithmonë prindrit, ata që se pranojnë për fëmijë, gjithmonë duhet ta pranojnë, se po nuk e pranove, nuk e ndihmon do fëmijë dhe e përkeqëson situatën më keq. Autizmi nuk është një pengesë, por një mënyrë ndryshe për të parë botën, dhe për këtë nënë çdo ditë është një sfidë, por mbi të gjitha një mundësi për të treguar se dashuria dhe përkushtimi nuk njohin kufi. Në rubrikën Histori njerëzore do të sjellim sot historinë e mësueses, së gjuhës dhe letërsisë Fatbardha Shuaipaj, e cila ka lënë gjurmë në komunitetin Gjirokastrit. Pavarësisht të vështirësive të jetës, ajo ju përkushtua me pasion mësimdhënies për dekada të tëra. Sot, edhe pse larg klasës, mbetet një figurë e dashur dhe simboli përkushtimit të vlerave të miqësisë sinqertë. Fatbardha Shuaipaj nga fshati Asim Zeneli e kishte dashur mësimdhënien që në fëmiri dhe ky pasion e shtyu të konkuronte mes 10 studentësh për të fituar një bursë për studimet e larta. Ajo filloi studimet në Universitetin e Qerim Çabej në Gjirokastër në vitin 1998, kur njëkohësisht nisi edhe punën si mësuese në shkollën 8 vjeçare të fshatit Tranoshisht. Rrugëtimi im ka nisur në vitin 1998. Ku konkurova në Universitetin e Qerim Çabej për të vazhduar profesionin si mësuese. Fillova direkt në punë si mësuese me shkollë të mesme dhe gjatë viteve vazhdova dhe mbarova shkollën e lartë. Unë kur konkurova në konkurs dola e para dhe atëherë aplikova në drejtorinë arsimore
dhe shkova mësuese direkt. Gjatë rrugëtimit kam pasur shumë vështirësi, po me ndihmën e bashkëshortit, i cili ishte edhe ai arsimtar, u mundova të punoja me ndeshmëri derisa ja arrita qëllimin tim që kisha, të bëhesha një mësuese e zonja. Vështirësitë, cilat kanë qenë? Vështirësia e parë isha për herë të parë në profesionin e mësueses. Vështirësia e dytë ishte rruga që më bëja nga këmbë, nga fshati Asim Zeneli deri në Tranoshisht. Sa vite u bën tashmë në këtë profesion? Tani u bën 23 vite derisa dola në pension. Kam pasur dhe shkëputje, kam qenë pa punë në vitet 98, fillova në arsim deri në 2006. Në 2010 më hoqën nga puna se kisha mbaruar të lartën. Ishte e vështirë? Shumë e vështirë ishte, për mua ishte jashtëzakonisht e vështirë se u shkëputa nga puna me bukur që e kisha qef, puna me fëmijët. Sa e vështirë ishte të shkëputeshe nga nxënësit? Ishte shumë e vështirë se unë mësova me ata, më dukeshin si kur ishin fëmijët e mi. Dhe po për ta ishte e vështirë? Fillimisht për ta ishte e vështirë, pastaj u mësuar me mësuesen tjetër. E cilëson arsimin si profesionin më të bukur dhe fisnik. Ajo ndan me ne eksperiencat e saj duke theksuar se dikur, pavarësisht kushteve më të vështira, nxënësit kishin një respekt të thellë për dijen dhe mësuesin, ndërkohë ajo vëren se sot mësimdhënia është bërë më sfiduese për shkak të ndryshimeve teknologjike, dinamikave sociale dhe sfidave që hasin nxënësit dhe mësuesit në sistemin arsimor. Siç kemi punuar ne me mund dhe me sakrificë kemi arritur deri në ditët e sotme, ju jap një këshill fëmijëve të mësojnë, të bëhen dikushit një jetë, të jenë të sjellshëm, po një këshill ju jap dhe mësuesve të rinj, që të punojnë me përkushtim në këtë profesion kaq të bukur, po dhe të vështirë në ditët e sotme. Tashmë në moshën 62 vjeçare dhe në pension, Fatbardha ndihet e përmbushur nga karriera e saj si mësuese. Ajo shprehet se edhe nëse do të kthehej pas në kohë, nuk do ta ndryshonte kurrë këtë profesion, të cilin e ka dashur dhe ushtruar me përkushtim. Për të mësuesia nuk ishte thjesht një punë, por një mision që e lidh ngushtë me breza të tërë nxënësish, të cilëve u ka dhënë dije dhe edukat. Gatimet tradicionale janë pjesë e kulturës sonë që kalon brez pas brezi në mënyrë që të mos humbasin. Robert Hila është një prej kuzhinjerëve që ka mbi 30 vite që sjell në tryeza shije tipike tradicionale të zonës Zagoris dhe Këlcyrës. Ndërkohë Hila pohon se po bëhen gati për sezonin turistik. Kuzhina tradicionale dhe gatimet e veçanta që ofron Robert Hila në qytetin e Këlcyrës pasqyrojnë jo vetëm pasionin për shijen dhe vlerat lokale, por edhe angazhimin e tij për të dhënë vizitorëve një përvojë autentike. Pas 10 vitesh eksperiencë në shërbim gjatë kohës së tij si emigrant në Greqi, ai u kthye në vendlindjen e tij për të kontribuar në zhvillimin e biznesit familjar, duke sjellë më shumë profesionalizëm dhe cilësi. Pas më shumë se 30 vitesh, Robert Hila ka udhëhequr një bar-restorant në zemër të Këlcyrës, ku ofron gatimet tradicionale që pasqyrojnë kulturën dhe traditat e zonës. Ai gjithashtu ka nisur përgatitjet për sezonin turistik. Kemi restauruar lokalin, edhe do mundohemi që të shërbejmë me gatimet tona tradicionale, duke filluar nga byrekët, gjitha ato ushqimet, do shtojmë dhe stafin, dhe kemi një pritshmëri, jo pak më shumë të mirë. Me gatimet të zonës tonë, duke ndihmuar nga fermerët që kemi që na mbështesin, duke nga baxhat tona që na mbështesin, nga kantinat e verës dhe kantina e pive që kemi të zonës tonë, këtu jemi të fokusuar. Ndërkohë, pritshmëritë janë të larta për këtë sezon që sapo ka filluar. Qyteti jonë është po promovohet, resurset i ka, asgjë si mungon, dhe kapacitet akomoduese i ka, dhe kapacitet pjesë e restoranteve ka. Natyrën që s'na mungon, kryka e Këlcyrës në mane që është e pranishme, lumi Vjosa që është zemra jonë që na ka arritur dhe këtu jemi te ky shikim. Presim të hapet kjo rruga e Beratit, presim vizitorë, duke ardhur nga Berati, shkojmë në Këlcyrë, shkojmë në Përmet, shkojmë në qytetin tonë tjetër UNESCO Gjirokastër, kështu që të bëhet një urlisje
Hila thekson se ka një bashkëpunim të ngushtë me fermerët lokal dhe operatorët turistik, duke punuar së bashku për të promovuar bukuritë natyrore, historinë dhe traditat e zonës, si dhe për të ofruar një shërbim të jashtëzakonshëm për të huajt dhe vendasit. Afërsia me qytetin antik të Antigones ka bërë që banorët e fshatit të Krin të hedhin vështrimin drejt një sektori më prioritar, siç është agroturizmi. Edhe pse në fshat shumica janë të moshuar, përsëri ata mundohen të mirëpresin turistët, duke u treguar bukuritë natyrore, historike, por edhe traditat dhe kulinarinë e zonës. Sot kemi udhëtuar drejt fshatit Krin, i cili ndodhet në njësinë administrative Antigone të bashkisë Gjirokastër, rreth 8 kilometra larg qytetit. Ky fshat i vogël me vetëm rreth 25 banorë të mbetur, ruan ende ritmet e jetës rurale dhe banorët që jetojnë aty në këto ditë pranvere vijojnë të merren me punët e stinës. Tina e pranverës tani fillojnë si fushat biçim për zarzavate, jo mbjellin qep, jo hudhra, jo më pas domate. Banorë janë në lëvizje tani, se vetë ja punuan, për tani s'bën koha, janë ku e mbjellje vetën. Janë mosha ime 2-3 veta janë. Kurse këta të rinj na di janë në punë të shtetit. Patatet e qepët janë mbjell. Do mbjellen barbunjat, jo kastravecat, jo trangujt, jo këto. Këta fshatat pak janë, merren me këto di kopshet vegjël këtu. Kultivojnë një patate qepën, di perime, dy gjëra. Për veten e tyre vetë? Vetëm për veten e tyre nuk tregtojnë në fshatin tonë, nuk tregtojnë njeri se s'ka për tregtojnë dhe moshe vjetër. Me blegtoria unë merrem blegtori, kam një 10 lopë dhe një 35-40 timta. Po të bësh shmetet punosh dhe me to nuk del keq. Ku i çon prodhimet aty? Kushtet i kemi të mira. Zakonisht viçet i tregtoj vetë. Janë lopë që i mba për viçe. Nësa një pjesë të bulmetit që na mbetet të qumshit dhe tregtojmë njerëzit tanë klientë që kemi. Me ardhjen e pranverës, Krina nis të presë edhe vizitorët e parë, falafërsisë me parkun arkeologjik të Antigones. Turistët që zgjedhin ta vizitojnë, përveç historisë dhe natyrës së mrekullueshme, gjejnë këtu edhe një mikpritje të ngrohtë dhe mundësinë për të shijuar ushqime tradicionale dhe produktet bio. Vinë kiamet turist. Vinë vizitojnë e qishën. Vjen Antigone dhe bëjnë fotografira jo në qish, jo. Po e pëlqejnë se ja, kanë bërë dhe një rregullim këtu. Ka dhe të vjetra, janë kështu ato të vjetra, janë antikera. Da i pëlqejnë? Da i pëlqejnë. I pëlqejnë pa tjetë ju pëlqejnë se janë bio, një gjëra që nuk betë fjallë të shpërdoren, janë pa hormone pa. Për Krinën, turizmi mbetet një mundësi për të mbajtur gjallë fshatin, duke e bërë atë një destinacion të vogël, por me shumë vlera për ata që duan të zbulojnë thellësitë e jetës rurale shqiptare. Që prej vitit 1967, 2 prilli kremtohet si dita ndërkombëtare e librit për fëmijë, për të frymëzuar dashurinë për leximin dhe për të tërhequr vëmendjen e fëmijëve tek libri. Qendra Kulturore Fëmijëve Fato Berberi ka organizuar sot disa aktivitete letrare. Bashkëbisedojnë për librin dhe leximin. Ishte ky aktiviteti i zhvilluar sot në Qendrën Kulturore Fato Berberi në Gjirokastër, në kuadër të 2 prillit, ditës ndërkombëtare të librit për fëmijë. Fabulisti Çanonora ishte sot mes fëmijëve të kësaj qendre, ka pasionuar pas leximit, ku ka folur për krijimtarinë e tij dhe dobishmërinë e librit dhe leximit. Me sa shikojmë ne tani, dhe si e kërkon koha, nuk ka kohë të tepërt njeri. Ju s'keni kohë të tepërt të lexoni fabulat e mia 1 faqe ose 2 faqe. I doni të shkurtra, nga 2 strofa, edhe atje pa gjithmonë të ketë në një përfundim, të mësoni diçka, çka dash të thotë autori fabulisti. Një epigram. Epigrami është në gjinin e satirës, gjinin e fabulës, po është i drejtë për drejtë, është i shkurtër, nësa fabula është më e gjerë. Epigrami është i shpejt, i godit të fenomene negative në mënyrë të shpejt, të drejtë për drejtë. Për kamerën e RTS Gjirokastra, fëmijët të shprehen se janë lexues të mirë dhe frekuentues të rregullt të bibliotekave. Lexon libra? Po. Çfarë librash? Pralla që kam në shtëpi. Janë tare bibliotekës? Po. Na thuaj në një titull libri që ta pëlqyer. Bambi. Tjetër? Me qeku me qizme. Unë lexoj shumë, unë lexoj pralla, tregime, fabula, se te shkolla kemi shumë gjëra që unë të lexoj. Dhe
Është e përditshme, do të thënë mund të lexojmë nga 2 ose 3. Po, unë jam anetarja e bibliotekës së shkollës dhe ne shkojmë atje për të marrë libra, për të lexuar, për të argëtuar me të tjerët, për të marrë shumë mësime nga libri ynë. Më kam pëlqyer disa libra, më pëlqeu një më shumë dhe ajo quhej Ruryja e vogël me zemër të madhe. Atë më ka dhuruar dikush edhe ajo është shumë e bukur. Ajo ka shumë gjëra dhe ka pralla për fëmijë atje. Në shërbim të fëmijëve gjirokastrit, përveç bibliotekave të shkollave, është edhe ajo që mban emrin e shkrimtarit për fëmijë Tasim Gjokutaj. Shoqata rajonale e futbollit të Gjirokastër në bashkëpunim me Bashkinë e Tepelenës kanë zhvilluar kupën Sabaudin Shehu me grup moshën U13 në vlerësim të ish futbollistit të këtij qyteti në vitet 60. Në këtë kompeticion futbollistik ka ngaruar 4 ekipe nga rajoni jugor. Shoqata rajonale e futbollit në Gjirokastër ka organizuar mini kampionatin me grup moshat U13. Ky aktivitet u organizua në nder të një prej emblemave të futbollit të Tepelenës, Sabaudin Shehu. Në kujdesin e shoqatës rajonale të futbollit Gjirokastër, organizuam këtë event me grup moshat U13, e cila në përkujtim të një nga emblemave të futbollit Tepelenës organizua kupa Sabaudin Shehu. Nga ky projekt i shoqatës rajonale të futbollit do pasojmë me të tjera evente në vazhdimsi të projekteve të Federatës Shqiptare të Futbollit, siç promovon uniforma ime, topi im. Ne do të shërbejmë sa më mirë në futbollin e bazës, duke pasur prioritet këto lloj aktivitetesh, por dhe të kampionatet rajonale që organizohen në këtë zonë. Në këtë event morën pjesë përfaqësues të Bashkisë Tepelen, miq e dashamirës, të cilët kanë folur për këtë emblem të futbollit që ka dhënë shumë për sportin dhe që kujtohet edhe sot me emocion nga të gjithë. Jam shumë e gëzuar në fakt sot që marr pjesë në këtë aktivitet sportiv. E para për aktivitetin, sepse shumë e rëndësishme që moshat e reja patjetër që sa të qeni ju, edhe më të vegjël, edhe pak më të mëdhenj, të jenë aktiv në veprimtaritë sportive. E dyta, që është shumë e rëndësishme edhe për ne, që jemi lere rritur në Tepelen, është emri që do të marri, që ka ky event, për shkak edhe të Xhaxhi Sabaudinit, që kështu për mua është kënaqësi e dyfisht. Bashkia Tepelen, ashtu si kundër ka qenë mbështetëse e aktiviteteve sportive, do të jetë gjithmonë në mbështetjen tuaj për çdo kampionat, për çdo veprimtari sportive, për të sjell kulturën, për të arrisjell më fort kulturën sportive, ashtu si kundër e kemi përjetuar edhe ne në kohën tonë. Organizohet ndër të Sabaudin Shehut, që ka qenë një nga futbollistët e parë të Tepelenës, edhe në vonë, edhe i zhvendë emri stadiumit Tepelenës me emrin Sabaudin Shehu. Tu lozi futboll, ka qenë lojtar, kapiten e ekipi, ka qenë përgjegjësi i futbollit të Tepelenës. Domethënë, dhe kur u caktua drejtues në ndërmarrjen e fillore, ai nuk është ndar nga futbolli. Por ka qenë gjithnjë përkrah ekipit futbollit për të dhënë eksperiencën e vet, edhe jo vetëm materiale, ashtu monetare, por dhe materiale ka ndihmuar shumë. Është një nder që më bëhet që po flas për të. Ka qenë një njeri i nderuar, i respektuar, veç kësaj që e kanë pasur gjithmonë në pallat. Edhe e njoh më së miri. Edhe them që shpirti i tij u pret në parajs, se ka qenë njeri që i fliset tërve. Kupën Sabaudin Shehu e fitoi Akademia e Futbollit Lefter Millo, ku fëmijët kampion falenderuan organizatorët dhe shprehën emocionet e tyre si fitues. Sigurisht që është kënaqësi e jashtëzakonshme që të fitosh një trofe. Dhe këtë e arritëm sot në fushën e Tepelenës dhe uroj fëmijëve tanë, trajnerëve tanë, vazhdim të mbar. Falenderojmë shumë organizatorët për këto tune kaq të bukura që na aktivizojnë për të lozur. Jam shumë falenderues për sot xhevitit, çunave të ekipit, edhe ju premtojmë që do jemi
prap kampiona. Shumë emocionuar pasi fituam këtë kupë dhe falenderojmë organizatorët që na lejon të luajmë në këtë turne ose mini kampionat të vogël. Këto aktivitete janë të domosdoshme për brezin e ri, duke i bërë më shumë bashkëpunues dhe duke u angazhuar sa më shumë në lojrat sportive. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajmë bashkë, miru takofshim.